Ish-banori Big Brother VIP Joz Marku ka bërë një gest human në televizion duke kërkuar 1 minutë heshtje në nderim të vëllait të ndjerë të gjestit i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident. Ky veprim vjen pavarësisht përplasjeve të forta dhe incidentit fizik që ndodhi mes Jozit dhe gjestit gjatë kohës që të dy ishin banor të Big Brother VIP Albania, një situatë për të cilën Jozi së fundmi shpreu pendes. Gjatë intervistës, para se të fliste për marrëdhënien dhe veprimet ndaj gjestit, Jozi e vendosi fokusin te humbja e rëndë familjare. Vëllai i gjestit humbi jetën tragjikisht pak javë më parë pas një aksidenti me motor. Jozi kërkoi publikisht të nderojë kjo humbje, duke u shprehur: "Ngushëllimet më të sinqerta nga zemra për familjen. E kisha pas shumë dëshirë 1 minutë heshtje." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.